Një faktore që ndikon tek këto rritjen e rasteve? Po, normal që ndikon, ajo që është pastaj sigurisë dhe formën se si ata arrin që me shtru ndikimin edhe respektimin e ligjit, mirë po, njëra ndër arsyet që institucionet duhet me bën ndryshime, qoftë ligjore, qoftë procedurale, është kjo vonesa në përfundimin e landëve, gjë që është jashtëzakonisht e madhe, jo vetëm në çështjet penale, mirë po në gjitha fushat, qoftë administrative, civile, të gjitha janë problemet në gjykatë ne i kemi vazhdimisht. Problemet me vonesën e landëve ne i kemi vazhdimisht. Ne edhe efikasitetin e gjyqtarëve e kemi jashtëzakonisht që lënë shumë për dëshiru, sepse bartja e numrit landëve nga viti në vetë në raport me numrin e landëve që zgjidhen brenda asaj periudhe kohore, gjithmonë është në disbalancë, është në disproporcione. Vazhdimisht kemi pranojmë më shumë landë se sa zgjidhim, edhe bëhet grumbullimi i tyre. Pastaj ne kemi edhe një problem që duhet me diskutu avokatja, po besoj që mundet me na dhanë edhe një opinion më profesional rreth kësaj pune. Ideja është që numri i landëve që kthehen prej shkallës 2 në shkallën e parë, kthehen prapë si vendime që kanë pas probleme edhe qoftë procedurale në vendimin e shkallës parë, është një numër jashtëzakonisht i madh. Domethënë ne e para presim derisa të vijë koha landës, pastaj pasi që të merret një vendim ai kthehet prapë në shkollën parë, gjë që është kjo shumë problematike, sepse kjo po merr kohë jashtëzakonisht shumë. E përderisa ne nuk kemi një efikasitet të institucioneve, atëherë ne e para humb besimi në institucione dhe në mënyrën e zgjidhjes tyre. E tjetra, është edhe pjesa tjetër që e përmenda më herët, kultura jonë, edhe ajo mosdurimi që me prit një rezultat final prej institucioneve, edhe me tentu që me marrë edhe zgjidhjen e tyre probleme me marrë përsipër gjithkosh. Kjo është definitivisht problematike, mirë po tek ne që kanë shqetësuese është fakti që ne kemi pas fatkeqësisht kësi rase në kaluamën, mirë po kemi diskutuar 2 ose 3 ditë, mirë po më pastaj nuk është mirë askush. Ne nuk kemi një plan afatgjatë rreth kësaj pune, nuk kemi një plan afatgjatë qoftë në plotësim ndryshime ligjeve aktuale që i kemi, nuk e kemi një analizë mirëfillt për me pa cilat janë mangësitë në legjislaturën tonë që ne mund të ndryshojmë që këto do të afektonte direkt në këto probleme që na po i diskutojmë sot. Unë shpresoj që këto momentume të shfrytëzohen për mirë, të shfrytëzohen, kur e them për mirë e kam fjalën për ato ndryshimet e nevojshme që janë, e jo vetëm diskutohet 2 ose 3 ditë e pastaj të heshten gjithë, sepse është definitivisht janë